Duar jo, hen! Dua vajen jo, hen! Dua vajen jo, hen! Dua vajen jo, hen! Dua vajen jo, hen! Ata mos I kanë të vera. Se mendoj se kanë dhënë një dam, ato kur gjo s'kanë bo, vetëm ale. Ne jemi për sigurisë. E di, jashtë të tërë se tash ndjen frikë. Ka do dalim, thonë, ka policë këtu. Falenderës. Mira qytetarë tetovar u ngritën sot në protesta kundër ndotjes së ajrit në Tetov. Nxënës, mësues dhe print marshuan rrugëve kryesore për t'u mbledhur në fund në sheshin e qytetit. Përfaqësuesit e sektorit civil përcollën mesazhe për marrjen e masave urgjente kundër ndotjes, si dhe zgjidhjen e problemit me ndotësin kryesor, fabrikën e Jugochromit, vendosjen e filtrave ose mbylljen e tij. Nesër, më shumë se kaq të vini, edhe nesër do bëjmë kërkesat edhe ultimatumet. Nëse nuk respektohen këto ultimatume, nga e hëna e andej, do e blokojmë gjithë qytetin, do blokojmë çdo institucion, do blokojmë gjykatën, komunën, gjithë shka në këtë qytet. Nuk ka zgjidhje tjetër. Përcilleni këtë mesazh, ke ata që s'janë sot. Ne luftojmë për shëndetin tonë. Ne luftojmë për ju fëmijë të dashur, ne ju luftojmë për fëmijët tanë, ne luftojmë për baballarët nanat tona. Ju falimderit shumë si qytet që sot e treguam maturin këtu dhe dolem në numër të tregojmë se revolti jonë nuk është vetëm në rrjetet sociale, revolti jonë është këtu në qytet. Edhe për kundër vendimit për ndërprerjen e mësimit, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme u vetë organizuan në oboret e shkollave të tyre, prej ku më pas të shoqëruar dhe nga prindërit e tyre, bllokuan 3 hyrjet në qytetin e Tetovës. Qytetarët sërish drejtuan gishtin tek partia shqiptare në pushtet, e cila sipas tyre po lejon helmimin e tetovarëve. Dhe honoron, a ke fëmijë, a ke familje, jep garetje se jemi duke helmu. Më shpejt ose mbyllë Jugochromit, dhe një lajm dhe një drejtim drejt kryetarës